Urime edhe gëzuar vitin e ri 2026. Njëherit unë Ramadan Reka prej Kopenhagës, Danimarkës, shprehi vullnetin edhe dëshiren t'ja uroj të gjithë njerëzve në botë pa dallim fej, pa dallim gjini, pa dallim racë, pa dallim ngjyrë. Të gjithëve njerëzve të botës ja uroj vitin e ri 2026. Njëherit paqja, mëshira dhe lumturia e Zotit qoftë mbi të gjithë njerëzimin që jetojnë në këtë botë. Dëshiroj që ky vit 2026 të jetë vit i paqes, i mëshirës, i lumturisë, i dashurisë, i njerëzisë dhe ndriçimin e botës. Dëshiroj që ky vit të ketë më shumë respekt, më shumë lumturi, më shumë dashuri, më shumë sinqeritet dhe më shumë besë. Po ashtu dëshiroj që ky vit të gjithë njerëzit t'i bashkon rreth njëri tjetrit, që ky vit mos të ketë urrëtie, mos të ketë luftra, mos të ketë moskuptime mes njerëzve, po të janë të mirëkuptueshëm, ta dojnë, ta çmojnë, ta respektojnë çdo njeri apo krijesë të kësaj bote. Unë, si Ramadan Reka, shprehi dëshiren që ky vit të gjithë t'i ban të lumtur, të ketë punë sa më shumë, që njerëzit të kanë një jetë më të lumtur. Unë dëshiroj që ky vit të gjithë ata që janë të pamartuar ta gjejnë fatin e jetës dhe ta krijojnë një jetë të lumtur familjare. Unë, si Ramadan Reka, dëshiroj që ky vit çdo kush që është i smur të shërohet dhe të bëhet sikur ishte më parë. Unë, si Ramadan Reka, dëshiroj të gjithë